Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatul husna lil muttaqin. Wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sallimu tasliman kathira. Fillimisht falendrojmë Allahun e madhëruar, i cili na ka bërë të dashur imanin, Islamin dhe Kur'anin. Ndërsa selama dhe salavatet qofshin me Muhammedin a.s. Bi familjen e tij të dashur, mbi shokët e tij besnik dhe fisnik dhe mbi gjithat ata të cilët e ndjekin rrugën e tij, mësimet dhe mesazhet deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhallar, të nderuar vëllezër të pranishëm, fillimisht më lejoni t'ju uroj mirëseardhje në sofrën e iftarit në qytetin e Strugës. Allahu është përbleft për përgjigjen e ftesës që keni ardhur një nga një, edhe nga trojet e Shqipërisë, të Kosovës, të Maqedonisë, ashtu sikur që na keni gëzuar neve, Zoti ju gëzoft në këtë botë dhe në botën tjetër, ju gëzoft me suksese, ju gëzoft me arritje, me faqebardh. Unë nuk du fare të flas nga se këtu është vendi i xhallarëve musafirëve, vetëm t'ja rikujtoj vetës edhe juve me një fjalë të Allahut në Kur'an, ku thot: "Kul bi fadlillahi wa bi rahmeti, fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un." Thuaj o Muhammed, thuaj të gjithë, pa përjashtim, edhe njerëzve dhe besimtarve, se me mirësitë e Allahut dhe me mëshirën e tij të pakufishëm, ja vlen të gëzohen besimtarët më shumë se nga grumbullimi i plaçës të kësaj dunjas. Gëzim më i mirë për neve, ardha juve vëllezër që na keni nderuar, pikërisht në muajin e bekuar të Ramazanit, sidomos na keni gëzuar në iftar. Allahu u është përbleft me të mira, gjithmonë u takoshim në kësi takime, në kësi detura që me të vërtet na gëzoni tej basës. Unë nuk di çka më thon tjetër, vetëm se Zoti u është përbleft me të mira, pa humbur fare kohë, kemi përzgjedhur vetëm 2 xhallar, edhe koha është jo atë shumë disponim sa shkoa dhe namazit taravijës, dikush nga imamët duhet shkojë në xhami, po të paktën të ndëgjojmë disa porosi dhe mesazhe nga xhallarët. E kemi zgjedhur Hoxhën Bekirin nga Maqedonia si më i vjetër, më i mëshitur dhe më i ditur, edhe Hoxhën Othmanin nga Korça e Shqipërisë. Edhe njerë, Allah ju nderoft mikrofonin një njerë do ja dërzoj Hoxhës Othmanit për një fjalim, një mesazh të na përcjellë. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E ndje vetën të nderuar jashtë mase, pa dyshim, edhe në fakt ishte papritur për mua që të flisja në një eveniment të tillë. E lusë Allahun subhanahu wa taala t'ju shpërblej mikpritësit për nderimin e veçantë që më bëri, sepse ndodhe mes vëllezërve të ditur, të cilët kanë pas një kohë të gjatë daveti, një kohë në të cilën ata punojnë për popullin e tyre, për familjen, për fëmijët e tyre, kështu që ndihemi nderuar jashtë mase dhe e lusë Allahun subhanahu wa taala që këto fjalë inshallah të dalin nga zemra dhe të shprehin vërtet atë që unë ndjej. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an, pas a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatin minas samai wal ard." Sikur banorët e vendeve të besonin dhe të ishin të devotshëm ndaj Allahut Azza wa Jall, do t'u hapnim bereqetin, begatit, bekimet e qiellit dhe të tokës. Të tilla ajete janë të shumta në librin e Allahut Azza wa Jall, të cilat na tregojnë se bekimi në një shoqëri, në një vend, është i lidhur ngushtë me besimin në Allahun Azza wa Jall. Dhe kanë për qëllim besimin e pastër, besimin larg shirkut, idhujtarisë, devijimeve, dhe është i lidhur ngushtë dhe me devotshmërinë, pra me sinqeritetin lidhjen me Allahun Azza wa Jall.
Dhe nisur nga kjo pikpamje, nga kjo premis, besoj se nuk ka njerëz më të mirë se ata që e ftojnë popullin e tyre që të besojë Allahun Azza wa Jall dhe të jetë devotshëm ndaj tij. Sepse këta janë ata njerëz që kujdesen që bekimet të zbresin mbi popullin e tyre. Vërtet gjendja në cilën ndodhemi nuk është ajo që e dëshirojmë ose ajo që do të dëshironim. Por besoj që elhamdulillah me kalimin e viteve edhe u bë kohë që shumë miq i kam prej kohësh nuk i kam parë, tashmë janë thinjur të gjithë. Besoj që elhamdulillah një hajër i madh është përhapur. Secili nga këta vëllezër punojnë në vendin e tyre, kanë nga një xhami në cilën punojnë, ka një xhamat pas që i ftojnë rrugën e Allahut, kanë fëmijë të bekuar të mirë, që ndoshta edhe ata studiojnë për hir të Allahut subhanahu wa taala, dhe shoh që hajri përhapet në popullin tonë, elhamdulillah. Dhe këtë duhet ta shikojmë me optimizëm. Vërtet, elhamdulillah, mes gjithë Evropës ose këtij vendi ku ne jetojmë, ata që më së shumti e kanë pranuar Islamin janë shqiptarët. Dhe besoj se kjo është një tregues jashtëzakonisht i mirë. Prandaj o vëllezërit e mi, ftoj veten time ose këshilloj veten time dhe pastaj ju të punojmë inshallah fort që ta vazhdojmë të hajër të përhapet në popullin tonë. Se vallahi lumturia e popullit është e lidhur ngushtë, siç tha Allahu subhanahu wa taala në ajetin e sipër cituar, që është e lidhur ngushtë me imanin e pastër dhe me devotshmërinë ndaj Allahut azza wa jall. Le të punojmë fort o vëllezërit e mi. Të punojmë se vallahi koha jon po shkurtohet dita diktës. Koha jon ky brez po ikën avash avash dhe do largohet nga dynjaja. Por të lëm pas diçka që ata të vazhdojnë në një nivel më të mirë se ne. Dhe pse jo, elhamdulillah, të përhapet hajri, ashtu sikur se ka qenë i përhapur në vise dhe në troje tona. Kështu që lusë Allahun Azza wa Jall pa e zgjatur që të na bëjë të begatshëm kudo që jemi dhe ta bëjë jetën tonë të dobishme për ne edhe për ata që duam dhe na duan. Dhe lusë Allahun subhanahu wa taala ta lartësoj popullin tonë me iman të pastër, me devotshmëri ndaj Allahut Azza wa Jall, se elhamdulillah si popull ka cilësi të mira, ka besnikërinë, ka trimërinë, fjalën e burit, ka ndeshmërinë dhe pastërtinë. Pra elhamdulillah këto vlera që na ka dhënë Zoti xheleshanu, ti plotësojmë atë të domosdoshmën me imanin e pastër dhe me devotshmërinë ndaj Allahut Azza wa Jall. Elus Allah na përdor në rrugën e hajrit dhe elus Allah subhanahu wa taala të kënaqet prej nesh në dynja dhe në ahiret. Wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. I dashur dhe i nderuar i Hoxh Jusuf, një koqeri i këtij iftarit bashku me xhamatin e Strugës, të dashur dhe nderuar hoxhallar të ardhur nga Shqipëria dhe Kosova, të dashur dhe nderuar vëllezër të dashur që vinë edhe nga Shqipëria dhe nga Kosova dhe ju të dashur hoxhallar dhe xhamati Mashonis. Me shumë qytete, Dibra, Gostivari, e Shkupi, e tani këta vend e Shqipërisë, Korça, Tirana, Dibra, Dibra të më thonë. E Pogradeci, qytet i dashur edhe i afërt me ne. Lusë Allahun e madhreshëm të gjithë juve, se cilin çdo hap që e keni bën për të ardhur në këtë iftar, për të qenë së bashku në këtë mbrëmje të këtij muajit madhështor. Allahu t'ja shpërblen me shpërblimet e tija të shumta dhe të begatshme dhe të mëdha. Allah i shpërbleft të vllazni që kanë ardhur prej vendeve më të largëta, sepse të ecish në Ramazan gjithsesi është vështirësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte: "Es-safaru qit'atu min al-'adhab." Udhtimi është një copë e dënimit për shkak të vështirësive që ka. E të jetë ky udhtim në Ramazan, vështirësia shtohet. Mirë po, të ne muslimanët, fatmirësisht, me shtimin e vështirësive,
aq na shtohen edhe shpërblimet. Kështu që secili prej nesh, megjithëse është lodhur, edhe e ka kap ai angazhimi edhe djersa e udhëtimit, por e fiton edhe shpërblimin e veçantë, e kjo është ajo që neve na ndihmon për ta tejkaluar atë lodhje dhe atë bezdi. Allah i shpërbleft Hoxhin Jusufin me xhamatin e Strugës që mundohen të bëjnë këtë grumbullim të vëllezërve prej vendeve të ndryshme, sepse gjëra që ne takohemi i rifreskojmë takimet tona, informatat mes nesh, aktivitete që i bëjmë, edhe normalisht këtë kjo na ndihmon që ne edhe njëherë ta ripotencojmë lidhjen vëllazërore mes nesh dhe të ndihmojmë njëri tjetrin në punët e mbara dhe të mira që i bëjmë. Ashtu siç na mëson Allahu i Madhëshëm në Kur'an ku thot: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Bashkëpunoni mes jush në bamirësi dhe devotshmëri, dhe mos bashkëpunoni në armiqësi dhe mëkat. Kështu që ne si musliman e kemi momentin e Ramazanit që duhet t'i bëjmë dy ndryshime bazë. E para, të rrisim intensitetin e adhurimeve tona dhe të ngrisim pozitën tonë tek Allahu Dhu Xhelal. Me rritjen e intensitetit të adhurimeve tona, e ngrisim pozitën të Allahu i Madhreshëm. Ashtu siç thot Allahu Dhu Xhelal në Kur'an: "Wasjud waqtarib." Bëj sejdë Allahut dhe afroju atij. Dhe ashtu siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "A'in ala nafsika bi kathrati sujud." Ndihmoje veten tënde për të ngritë gradat e për të qenë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke i shtuar sejdët. E Ramazani është sezon i adhurimeve shtesë, i sejdëve shtesë, dhe besimtari nëse i përkushtohet adhurimeve që bën në Ramazan, gjithsesi ka me ngrit pozitën e tij te Allahu xhalal. Mirë po, para kësaj është një parakusht. Edhe këtu në Ramazan gjithashtu e kemi momentin e reflektimit. Askush për nesh nuk ka mundësi me erit intensitetin e adhurimeve dhe me ndryshu pozicionit tij tek Allahu xhalal nëse ai paraprakisht nuk merret me pastrimin e shpirtit të tij nga veset e ndryshme që një pjesë prej tyre i ka të trashëguara gjenetikisht, e një pjesë i merr për shkak të ignorancës dhe rrethit ku jeton. Dhe andaj në Ramazan e ka mundësinë e meditimit rreth mangësive të veta që i ka dhe eliminimin e atyre veseve. Nëse s'mundet t'i eliminon të rësisht spaku t'i pakson ato dhe pastaj ta stolis nefsin e tij me vlera pozitive, e të bëhet besimtar zemërgjër, zemërbardh, i cili ja mendon vllahu të vet dhe ja dëshiron atë që ja dëshiron vetvetes. Se fundja nuk ka mundësi na me i gëzu to momente kënaqësie të tubimeve tona, si që të bojemi këtu në dunja, nëse s'kemi dashurit të sinqert mes nesh, po e njëjtë të vlen edhe në ahiret. Do jetë e pamundshme që ne të shijojmë ndejat e përbashkëta në begatit e Allahu në xhenet, nëse mbrenda nesh do ketë mangësi, vese të ndryshme. Andaj, Allahu Dhu Xhelal në Kur'an tha: "Wa naza'na ma fi qulubihim min ghill, ikhwanan ala sururi mutaqabilin." Edhe ato pak mangësi të mëris apo inatit që mund t'i ketë njeriu në zemrën e tij ndaj vllaut vet, do i nxjerrim ato nga zemra e tyre dhe pastaj ata do t'i bëjmë vëllezër që do jenë në xhenet në kolltuqe duke qëndruar ballë njëri tjetrit. Andaj pastrimi i zemrave nga çdo ves, sidomos në lidhje me vëllaun e tij, është ajo që ka me penguat njeri, edhe me shiju kënaqësinë e adhurimit këtë botë, po edhe me shiju kënaqësinë e ndejes me vëllaun e tij
ballë për ballë në ahiret. O vllazni, feja jon kërkon sinqeritet, fillimisht me Allahun Dhu Xhelal, pastaj me fen e Allahut subhanahu wa taala, pastaj edhe mes besimtarëve. Edhe andaj vjen Ramazani që neve të na I kujton seriozitetin e kapjes për fe. Dhe se kjo detyrë dhe obligim që na ja kemi dhënë vetvetes nuk pranon jo seriozitet, nuk pranon qasje me mëdyshe, me hezitim. O e merr seriozisht edhe e çon në vend si duhet, o vjen dita që ti ke me braktis. Andaj Allahu Dhu Xhelal I tha njërit prej pejgamberëve të tij, ja Yahya khudhil kitabe bi quwwa. O Yahya, merre këtë libër fuqishëm, merre këtë amanet seriozisht, edhe jeto me këtë fe duke ia dhënë për kushtimin maksimal tëndin kësaj feje. Amaneti I fes e para në raportet tona me Allahun Dhu Xhelal kërkon seriozitet, andaj dhe intensifikimi I adhurimeve në Ramazan është për këtë arsye, që të arrit dozën e seriozitetit në adhurimet tona. Andaj kemi namazin e sabahut me xhamat, e kemi leximin e Kur'anit të pranishëm në xhamia tona në shumicën e vendeve, e kemi namazin e teravis me recate shtesë, I kemi sadakat dhe zeqatet, e kemi dhikrin si adhurim shoqërues I të gjitha këtyre adhurimeve tjera, për të arritur vlerën e agjerimit dhe adhurimeve tjera që I bëjmë gjatë Ramazanit, dhe kështu që ne si besimtar të dalim nga ky Ramazan të kalitur në adhurimin e Allahut, që pastaj adhurimi ndaj Allahut mos na llogaritet ngarkesë e as vështirësi, por ta shijojmë atë dhe të kënaqemi me të. Tregon Imam Ebu Davudi rahimullahu taala në sunenin e tij hadithin që Shekh Albani rahimullahu taala thotë që është hadith I saktë. Një ditë në betejën në Dhatu Riqa, muslimanët e godisin gruan e një idhujtari. E ai idhujtari përbetohet se do e marr gjakun e gruas teme. Edhe u vërsulet muslimanëve I përcjell ata që të gjenë momentin për të hakmar. E muslimanët gjatë udhëtimit ndalen dikon për të pushu. Edhe u caktohet roja, momentin që pushojnë muslimanët, një muhaxhiri dhe një ensari. Edhe ky muhaxhiri thot unë po pushoj pak, e ensari thot unë po ri I zgjuar për ruaj. Dhe ai në momentin që bën të roj, këndon të Kur'an. E ky idhujtari, kur e pa se është I vetëm në roje dhe të tjerët janë duke pushu, e goditi me shigjet. Ai vazhdonte duke lexuar Kur'an. E gjuajti përsëri, e goditi me shigjetën e dytë. Ai vazhdonte me lexuar Kur'an. Derisa e goditi me shigjetën e tretë, e ky muhaxhiri shoku I tij që ishte bashkë me të në roje dhe që kishte e kap pak gjumi, u zgju dhe e pat plagosur, I tha, pse mëre nuk më zgjove? Shife që ka e bo, ke gjakje bo, je plagos. Në vend se të më zgjoje mu ti, ke vazhdu. Shif në përgjigje. Tha, isha duke kënduar një sure që e doja, e nuk doja të ndali lezimin asaj sure. Allahu Akbar. Pasha Allahun, kur e kam lezu këtë tregim, më është rënqedh trupi. Dashuria e muslimanëve për Kur'anin ka qenë I gatshëm me e fliu jetën e vet, që të mos shkëputen nga lezimi I Kur'anit, se është një sure të cilën e donte. E kur u zgjua edhe ky muhaxhiri dhe ai sulmuesi u pase, u alarmu situata, iku edhe u zgjuan muslimanët dhe nuk e arriti qëllimin e tij ai. Mirë po kjo është pjesa për dëshmi. Besimtarët me të vërtet I kanë patur të lidhur zemrat e tyre me adhurimet. Edhe realisht nuk ka qenë tepër as një adhurim, as namazi teravis,
a janë 8 të gjata, apo 20 të shkurta, ai është fut në te dhe ka shiju knacin e faljes. Numri nuk ka qenë çështje e bisedës për shkak knacis që ka në namaz. Dhe ka zbatu atë që thoshte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Bilalit, "Arihna bis salati ya Bilal." Na bënd pushojmë me namazin o Bilal. Ose ajo që tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ilat qurrata 'aini fi salah." Dhe maksimumi I knacis më është bë në namazin që e fali. O vëllezër, kemi nevojë të shkundim pluhurin e gjunahave, mëkateve nga zemrat tona. Dhe kemi nevojë të dëlirim zemrat tona nga dashuria për dynja, e cila e ka plon secili njeri, hoxh qoftë apo xhamatli. Kemi nevojë këtë betejë ta bëjmë vazhdimisht dhe të mos lejojmë të na mashtron jeta e gjatë, lakmia për dynja, edhe gjurmët e gjunaheve tona, e të na pengojnë për të shiju knacin e adhurimeve, dhe për të na pengu të arim në atë stad, në atë nivel, që ne të futemi në adhurime, duke mos e menduar fundin e tyre. Përkundrazi, në momenti që na kujtohet fundi adhurimeve, na kap bezdia ose mërzia e përfundimit të tyre. E jo pse zgjati tepër adhurimi. Kjo është porosi që Ramazani duhet na jep, edhe sipas kësaj porosie duhet ta shijojmë këtë Ramazan deri në fundin e vet. Hoxha Jusufi e filloi me ajetin kuranor që është një ajet I mrekullueshëm sikurse gjitha ajetet kuranore, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi falyafrahu." Thuajuni, le t'i gëzohen dhuntive të Zotit dhe mëshirës së Tij. E dini cila është dhuntia e Zotit? E përmendur në këtë ajet kuranor. Ulemat kanë thonë, dhuntia e Zotit e përmendur në këtë ajet kuranor është Kurani. Është Kurani. Nëse duhet t'i gëzohemi diçkafit këtë Ramazan, duhet t'i gëzohemi jetesës me Kur'an. Kalimit të shumë kohës Ramazanit me Kur'an, duke e lezu atë dhe duke meditu rreth tij, dhe duke leju që ky Kur'an të depërton brenda shpirtit ton dhe zemrës ton. Andaj pyetjen që duhet m'ja parashtru secili vetes një javë nga Ramazani shkoj, ku je ti me Kur'anin? Sa ke lexuar nga Kur'ani dhe cilët mesazhe I ke marrë nga Kur'ani? Merre Kur'anin, lexo, dhe merre lapsin, sheno. Lexo edhe ajetet që të lanë mbresa, që të lanë ndikime, bëj një shenjë aty, që pastaj ti kesh mesazhe Zotit që I ke marrë këtë Ramazan, e pastaj Ramazanin e ardhshëm, e pastaj në atë që vjen, edhe të fillojsh ta lulëzosh jetën tënde me mesazhet që ti I merr nga Kurani. E mëshira e Zotit e përmendur në këtë ajet, kanë thonë ulemat e tefsirit, është Islami. Andaj thuaju besimtarve, le t'i gëzohen Kur'anit dhe Islamit, se kjo është më e mirë, se krejt ajo pasuni që vrapojnë, e punojnë, e nuk lodhen njerëzit për ta fituar atë. Edhe kështu na duhet I kuptojmë këto mirësitë Zotit. E pastaj normalisht që ta gëzojmë edhe shpërblimin që na sjell Zoti inshallah taala ditën e ringjalljes, ditën e llogarisë, ditën kur dalim para madhërisë së Tij subhanahu wa taala. Të dashur vëllezër, këtë na kemi nevojë për reflektim, këtë na kemi nevojë për dashuri sinqertë reciproke, këtë na kemi nevojë për dua për njëri tjetrin, këtë na kemi nevojë që të shfrytëzojmë këto mundësi të arta, ku Allahu I Madhëshëm e përhap mëshirën e Tij në mënyrë shumë më të lartë edhe më të dendur edhe më të madhe se sa jashtë Ramazanit, që të përfitojmë nga kjo mëshirë e Zotit, e të kalojmë nga ky muaj me mëkatet të falura. E pastaj kush I ka mëkatet e falura, gjithsesi ai do jetë prej banorëve të xhenetit inshallah taala. Allah I shpëleft edhe njerë hoxhallarët e shumë që janë bashkë me ne në këtë tavolin.
dhe lusim Allahun e Madhëshëm që Allahu t'i jep sukses të gjithë atyre në angazhime që i bëjnë gjatë Ramazanit, për dhe jashtë Ramazanit, në për xhamiat e tyre apo qendrat islame ku kanë aktivitete, se me të vërtet, nëse Imam Ahmedi rahimullahu taala thoshte, sikur ta dija se kam një lutje që sigurisht do pranohet te Allahu, do e bëja për imamët e tonë, e kishte qëllimin për kryetarët e shtetit. Ne sot do ishte e saktë me thonë, sikur ta dija se e kam një dua të sigurt që do pranohet te Allahu, duhet ta bëjmë për imam dhe hoxhallar tonë, që Allahu i Madhëshëm t'u jep suksese dhe bereqete në angazhimet e tyre që i bëjnë në shërbim të Islamit. Ajo që u tha më herët, Hoxha Uthmani e përmendi, me të vërtet, edhe ne i kemi bërë disa vite, madje une në muhabet liri tham shumë shokëve që jemi brez me mocanik, ma shumë kemi jetu se sa kemi për t'jetu. Illa me rahim me rabbi, wa kalilun ma hum, përveç dikuj që Allah i ka dhonë një 100 vjetë e përpjet. Ama kush i ka bo 50 vjetë, do thot ma shumë ka jetu se sa ka me jetu. Përdhaj 20 që i ka bo. Sepse amaru umeti bejnë 60 vë 70. Imri umetit tem ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mes 60-ve dhe 70-ve. E kështu që nëse kemi jetu ma shumë se sa kemi me jetu, atë t'i përvjerim kratë, t'i shtridhim minutat dhe sekundat për të bo veprat mira. Allah i dhash i mërgjatë më laferit, mos u shqetëso. Se e kam një shok, dje bësha muhabet me te, është tash e 3 vjet i sëmur me kancer, bilem është metastas. Mirë po djem të regon të tha, tash një vjet i ka bo që më ka vdek motra, ajo ishte e shëndosh të kishte asgjë. Kjo e sëmur, ki i sëmur me kancer, vazhdon me jetu. Motra e ti, e shëndosh ka shku, që s'ka lidhje kjo punë. Vetëm Allahu e din kush për neve sa ka me jetu, ama besimtari i mençur është ai i cili këtë Ramazan e shfryzon optimalisht. Që në fund Ramazanit të mos thot, sikur të kisha shfryzu ma mirë e ma shumë këtë Ramazan. Sikur të mos më kishte ik asnjë teravi. Sikur të mos më kishte ik asnjë ditë pa dhikr, asnjë ditë pa dua. E duaja është adhurim i lehtë, po shumë i madh dhe i rëndësishëm. Jo vetëm në kohën e iftarit, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po kurdo herë që të kujtohet të bësh dua, sigurisht se në këtë muaj mundësia për qenë e pranuar është më e madhe. Bilem, Imam Abdurrahman e Gjauziu thoshte, çdo dua në Ramazan, Allahu e pranon. Edhe andaj kemi na shumë mundësi me fitu shumë, e nga kjo që e themi kuptohet pastaj hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur tha, i privuar i pafat është njeriu që futet në Ramazan dhe del për Ramazanit pa ju falur mëkatet atij. Sepse me gjithë këto mundësi për të falë mëkatet e përfituar shpërblimet, ti më dal përsëri i humbur, tamam i pafat është ai njeri. Zoti e shpërbleft për vëmendjen, Allah e shpërbleft Hoxhën Jusufin edhe nikoqerët xhamatin e Strugës. Zoti e shpërbleft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamu alaikum. Allah i shpërbleft Hoxhën Bekirin dhe Hoxhën Uthmanin. Inshallah na shërbejnë maksimum porosit dhe mesazhet. Mundësisht 2 minuta. Veç pak vëllazim. Edhe njerë, Allah i shpërbleft Hoxhallar Uthmanin dhe Hoxhën Bekirin për fjalimet dhe mesazhet që porosit që na i përcjellën, inshallah na shërbejnë maksimum për rrugtimin tonë drejt Allahu Xhaleshanu. Edhe njerë, une në emrin tim dhe në emrin e vëllezërve Strugës, ju falenderojmë sinqerisht për ardhjen tuaj që me të vërtetë ne keni zbukuru, edhe Strugën, edhe sofrën iftarit, neve vetë mujna bangër iftar, po për me pas shije, me pas kuptim dhe sens, ardhja juve i e pala ma shumë. Edhe shifët se, ne fillimisht ne jemi shumë të gëzuar dhe të kënaqur. Inshallah nuk ka shera fundit, ju presmi gjithmonë deri kështu të mirë se ardhur open. Tash kena në disponim disa minuta, jeni të lirë vëllezër. Do një çaj, do një kafe, do një çka, mund të freskojmë, po kush është edhe i zandi ka detyrat e veta, normal se cili shon në rendet e veta,
Si të qoftë jemi mirënjohës, u takoshi për hajër gjithmonë në takimet e hajrit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.